Njëri në Big Brother VIP Kosova, tjetri në Big Brother VIP Albania. Të dy bashkon të një detaj fort, fakti që ishin personazhe tepër kontroverzë në lojë përgjatë rrugtimeve respektive. Por nga tani tutje, Rogertin dhe Labino të Regjën do t'i bashkojë edhe diçka tjetër, projekti i tyre më i ri muzikor që publikohet ditën e nesërme. Prive Liberta Spahiu ishte pranishme në xhirimet e videoklipit për të sjellë barbaskenat më interesante, por pashmangshëm edhe disa bomba të reja për ish-banorët si Mire Juela. Për më tepër, ky projekt duket se ngacmon sërish të paktën indirekt Selin. Ideja për të përbashkë dy nga personazhet më të komentuara, më të kritikuara të formateve televizive pas ka qenë të vetmit Labino të Regjës. Kam prit që gjithat mund, gjithat dinamika, gjithat loj, gjithat që ka kriju loj në Big dhe bazdaljes time nga Bigu e kam përcjell me shumë vëmendje edhe posaçërisht e di që si ka kaluar dhe familja ime dhe gjithsesi kur je një person që bën shumë zhurmë, bën shumë dinamik, shumë loj, edhe di dhe familja e tij si ka kaluar dhe ne kemi qenë gjithmonë, ne familja ime kemi qenë shumë me familjen e tij dhe e kemi lubu shumë kohë gjatë për Rogertin që të fiton atje lojën, por edhe unë e kam shpërnda shpesh, e kam tentu, kam mundu që ta fiton atë lojën edhe rastësisht e kam shënuar dhe ideja më ka shku që duke dëgjuar disa intervista të Rogertit dhe e pash qëllishme, do të thënë e pash me qëllim dhe kohën e dur që ta del një bomba e dytë. Bomba e ka hellur, do më thënë, ka lancuar një këngë me djalin e Xhaxhait, do më thënë, edhe unë kam lancuar një këngë bomba, dhe bomba e dytë që do të vit tani, që do të del që nesër, edhe pasi sot dhe jemi e ajte, prem të del në basdite, edhe kështu që e di që bashkimi bën fuqi, edhe ne kemi bashkuar dy forcat, së cilën unë mendoj që ky, Bigu në Shqipërisë e kam bajtur, mos kishte qenë ky, nuk do t'ishte Bigu i Shqipërisë, nuk do t'kishte as lojë dhe do t'ishte gjithë në gjumë, edhe ju e dini që në Kosovë unë i kam zgjuar të gjithë nga gjumi, edhe i kam bërë deri ditën e fundit, 87 ditë sa kam lejt aty, mos kishte qenë Labinoti, unë nuk besoj që të kishte. E kështu që bashkimi bën fuqi dhe që sot ne kemi bërë një këngë edhe fani, edhe këngë me jo që ka fjalë të dyta, fjalë të këqija, është një këngë allegro, një këngë e punuar shumë mirë nga Betoeni dhe kemi xhiruar në studion e Granit Gashin. Kënga dhe teksti është sigurisht nga Betoeni dhe besoj dhe shpresoj që do të pritet shumë mirë nga publiku. Shumë kush priste që Rogerti të vinte me një bashkëpunim me Mirin apo Juelën, por ja që skena rezervon gjithmonë surpriza. Fakt me thamë vërtetën, Labi më ka suportu dhe nuse eme normal e ka pa aktivitetin e familjes Labi se që ka ba për mu jashtë kur unë kam kënë mren. Edhe mu hap zemra kur morin telefon, tha disja puna, tha dra me baj këngë bashkë. Edhe unë isha shumë i gëzum. Pse? Sepse në fakt me thamë vërtetën, kur kam kënë atje mren, plani ishte që me Mirin bashkë unë i këngë, për në fakt. Miri pas ka kënë atje vetëm kot, me thamë vërtetën atje mren, se pas ka dash me ba këngë, pas ka dash vetëm me rajt njerë si shka rajt ta në kohën atje mren. Kurse i ky njeri as më ka njofta si gjak, ka thënë hajde bajmi këngë edhe mu hap zemra. Unë muzikën nuk e kam bukën e gojës, unë muzikën e kam për qef. Sa për mene Juelën, fakt me thamë vërtetën jam të ju lutun asajt, ajo s'pranon. Shu që i them Juel, hajde motër në qëse do klikime se më duket, a kupton, ke nevoj, beshaka, se Juelën e kam gjanë, por me thamë vërtetën është thjesht merita e këtij burrit tu që është fantastik. Edhe unë e përgëzoj, është mik familje për jetë, do zoti gjithmonë do jemi këtu edhe të bashkëpunojmë shumë gjana, jo vetëm muzikë. Kështu që unë jap meritën vetëm Labino të Regjës edhe lumë Kosovë që e ka vlla, është njeri fantastik. Edhe në fakt ishte e rëndësishme që më pritte Labinoti i pari. A kupton për në Kosovë, edhe me miqtia që kemi darku, sot jemi kënaqë, kështu që urime vlla. Do zoti kjo ka ngec vlla, ti uroj tanatar dhurat merri vlla, unë s'dua si gjë vlla. Ta them me gjithë shpirt vlla, kjo është vetëm për ty edhe unë jam vetëm për fan vlla. Gjashtë me thjesht, me tregu një anë tjetër që shumë njerëz nuk e dinë. Kur jemi tek pjesa e lojës dhe analizave të reality show-t, Rogerti mbetet i drejt për drejt si gjithmonë pa doreza, duke mos e përjashtuar rifutjen këtë herë në Kosovë.
Po, e kam pa 2-3 javë të para. Që ka modeli mbase që ke marrë diçka në strategjinë tonë të lojës? 4 javë të para, pyetit tanë që më njohin mua, Gerdi nuk mëson nga askush. I merr tana mësimet nga çdo kush, edhe nga ty që i të mban intervistë, e do i përdor nesër. Kështu që un kam bë vetveten, Labi ka bë vetveten, të dy nëse jena lidh dikun, jena lidh, edhe e rëndësishme është që publiku e vendos se kush ka bë cil, por ne secili jena vetja jon, secili ka pluset e minuset e veta, por e rëndësishme që na kanë lidhur në fakt me ta vërtetë kjo këngë është vetëm për ato hejterat, a kupton që na shkruajnë mbrapa e na shajnë, na jepni më shumë se na jepni sa më shumë frym. Ju lutem na shani sa më shumë. Ju lutem. Jo, dëgjoj, sa është interesant, unë e kam pa një intervistë të Rogertit, cila më ka pëlqyer pa mas, domethënë shumë bukur. E tha kështu, edhe Edi Rama në shajnë të gjithë, po gjithë e votojnë. E më ka pëlqyer shumë ky komentja. Edhe shajnë gjithë Albin Kurtin, po gjithë e votojnë. Edhe që është e rëndësishme... Se më shajnë majtë pushtetin. Po, që është e rëndësishme, shajnë edhe neve, po pasha të faleminderit, ju na mani këtu, vëlla. Po qyre, mos me na shajt, nuk ishim qenë edhe interesant, domethënë. Që është e rëndësishme që unë kur udhtoj me avion apo eci rrugës, gjithë kërkojnë foto, më japin shumë dashuri, por ku ishte pyetja paraprake, pyetja pak më parë nga ti për a mendon që Rogerti apo unë e kam imituar këtë apo ky mu, unë besoj që kemi qenë një farë fryme e njëjtë. Po, via trasha. Po, domethënë njëjtë, sepse unë në gjitha intervista më thonë, a mendon që Rogerti është luajt lojën tënde? Unë nuk e mendoj, sepse dikush ka qenë obligativ me bë zhurëm, sepse nëse nuk bën zhurëm, nuk bën dinamik, nuk bën pak, a besoni ju që unë kam pas problem, Rogert mi zgju ga gjumi ata, edhe prit që aty, kush po vjen me radhë. La për tam vërtetën, unë e kam lënë atë shtëpi atje vlla, nëse do hyjmë shtëpi bashkë, vetëm unë e ti vlla shohim kush del. Nëse do vlla, se ti vlla e shoh se je shumë i fiksuar, të uroj tana sukseset e Bigut për të ardhmen. A kupton? Po ndrojmë vende. Unë po vi te Kosova, ti shko te Shqipnia dhe do shohim. A do përjashtohem unë nga Kosova, do shkosh në finale vlla. Kështu po e lëm më mirë. A kupton? Unë jam konkurrues, unë du fort vlla, po për lojën mos u kap me bombën tani. Bombën do fort. Ti kam të muzikë më shumë, e mundu fort ti vlla. Është e rëndësishme që Që është e rëndësishme që unë sa e kuptoj që Rogerti apo e ka një ftesë prej Bigut nga Kosova, apo e pret një ftesë nga Bigu nga Kosova. Riprovojë si eksperiencë, Rogerti. Po patjetër, po vetëm në qoftë se është për mesazhin e duhur. Edhe në fakt me tham vërtetën, do doja shumë për me hy vetëm nëse Labi hyn në Shqipëri, aq. Edhe unë kam dëshirë me pas. Që jena të dy njëkohësisht. Dhe shohim kush ec më shumë nga Shqipëria. Nga ana tjetër, sa ishte brenda shtëpisë, Rogerti ishte shprehur hapur se ishte një fan si Benitez dhe strategjisë së saj. Po normalisht sepse kam provokuar Benit. Kjo është shumë e bukur. Pse ashtu? Po me tham vërtetën, pëlqim me shikim të parë është tjetër gjë dhe pastaj pëlqim me shikim dytë është tjetër gjë. Do thot për çën Benita. Benita është fantastike, është shumë e bukur. Do bëj edhe i këngë për Benitën ndoshta na. Po, çfarë Rogerti, Alba Pollazhani. Dëgjoj, çka është më rëndësishme, që ato e ke bie rëndësishme, që unë dhe Rogerti nuk kemi shku deri atë ditë që kemi nejt në Big me gjëra, domethënë jo e kam dashuruar dikën, jo po të du, jo kam kimi, domethënë kemi shku deri aty pa lidhje dashurie ose pa lidhje fake që e bojnë të gjithë, edhe që e kanë bërë. Ne kemi qenë real. Tash për me qenë të muzika, muzikë, domethënë Lavi ti je super i kërkuar me dasma, ke një sezon shumë të ngjeshëm me dasma, mirë po na e që një herë mas Bigut, klube mbushi plot edhe atmosferë shumë të zjarrt dha dhe Rogerti, edhe nuk e di Rogerti se e ki pjesën e verës. Ama tash po ta them për Rogerti. Vetëm sa na pa në Instagram, na të premten, domethënë sot jemi tajtën, domethënë ju e lasoni, të premten jemi bashkarisht me njerë të piano bar në Londër. Unë mund të jem maksimumi për gjithë, si për Dom Fenomen, si për Labin. Kam një plan për 2-3 artista tjerë që s'po i them se nuk shkon me i thanë, por unë jam special guest, ku të dojnë këto unë shkoj për respekt, pastaj këto e din veqa me fut tu të gjepit, si quhet kjo vogla, se s'po e them. Teksa që ndronin në prapaskenat e qirimeve, s'kishte se si të mos na kapej dheshi pas tekstit të këngës.
Fraza Beyond Dubai u dëgjua sërish dhe për këdo që e kanë ndjekur me vëmendje formatin, duket si një vazhdimsi e pastër e kunjave dhe përmendjes së Selin në përkëngë. Sa Beyond ka Dubai ti? Ja, kita spjeton diçka. Qa? Për zotë, në tekstin tonë është. Nuk e di vëlla, çfarë do të thënë. Tekst lexoni tekstin, klikojeni. Tekstin e ka bë vetëm një këngëtar që quhet La Belot Regja. Ky është kapaja i masterit. Po këtë ullëzime shkruaj tash. Qyre, vallaj kjo është fenomen. Për zotin është gabimisht që nuk e kanë quajtur. U bashku Shqipni e Kosova. Jo, topin. Unë krejt e blokova. I kubigu na unze koha. Tani? Me Dubajn Bjonden Martova. Apo Selitën në... Qa? Bjonden Mordla. Nese, ka tash me thonë Sa Bjonde ka pas bigu jem a show, jem ka pas dy, zgjidhni vetë cilën. Po veç njënë si ke kënu. Rrugtimi dyshës pritet vazhdoj edhe me shumë risi tjera pas këtij bashkëpunimi që do bëj xhirën e rrjetit nga dita e nesërme. Unë e them nga zemra, nga shpirti që Rogerti do të ketë shumë bashkëpunime, edhe besoj që do të jetë i ftuar në shumë darsma për disa bashkëpunime që do të ketë në vazhdim, edhe pse jo edhe ky të përfiton nga muzika, sepse fundi për këtë e punojmë. Punojmë të gjithë dhe jetojmë, kemi një familje anësh. Edhe bëj apel që këngën ta shpardajnë sa më shumë, sepse unë besoj që është një këngë e bukur. Ja, se din valla. E din për zotin. Qëre, edhe na të shkova pa. Ne do bëjmë atë që kena mundësi. Sot ka qenë dita më e bukur për mua, që kam takuar një njeri që ja di zemrën dhe shpirt çfarë ka dhe ke pa live për herë parë, edhe unë ty. Jo, dëgjoj, unë përmes televizion e di çka ke përjetuar brenda, sepse me luftu me 20 banor, edhe unë ashtu, është shumë e vështirë. Kështu që të përgëzoj dhe unë besoj unë kam pas 12. Unë 18. Okej. Kështu që faleminderit shumë. Për fund po du me mbyll me një bazë basët i kelon Rogerti edhe nuk është me to, po sa milion klikime bëjnë një bazë ku vdek se cili periudhë sa milion klikime do i kap kjo këngë. Tani, e rëndësishme është që po deklarove gja, duhet me shku vlla edhe me i blesi që i blejnë disa, kështu që nësë po bajmë atë gja, jam i bindun kjo ka me e kalu atë thresholdin e tregut mesatar, kështu që jam i bindun dhe jemi okej, sa thuti. Tani, nëse shikojmë... Unë them, ma shumë se Joela 100%. Tani, nëse shikojmë në Instagram... Joela, I love you. Joela, duhet me bane 3 këngë me te. A je dakord? Pa tjetë 3. A je dakord? Trileqe. Joela, unë dhe ti. Joela, Labi dhe Rogerti. Jam menirë që nesër vazhdon kënga punimi. Dëgjo, unë mendoj që nëse shikojmë TikTok-un, Instagram dhe YouTube dhe disa rrjete sociale tjera, unë mendoj që do të kalon mbi 3 milion. Hajburime. Ju puthim fort, faleminderit shumë për suportin. Jena këtu vetëm për t'ju arktu, ju arktum të shtëpia, tani ju arktojmë jetë normale. Prit me një thënie tonë time, a bën? Faleminderit. Tung, ciao, natën e mirë. Dhe unë them, bomba hey baby sono, bomba.